Aman monopatinat hiqin në mënyrë urgjente. Urgjente se u tmerrua populli. Jemi shumë të friksuar, jemi shumë të alarmuar, jemi shumë të tmerruar. A duhen të merren masa për të merren masa urgjent, fëmijët e vegjël të hiqen në mënyrë ultimatum, fëmijët e vegjël në moshën 16 se po na marrin qaf. A duhet të kenë një patent ashtu si kanë edhe drejtuesit e makinave? Po patent fare, pa patent fare, nuk ka, mos ket fare, monopatin mos i dëgjohet emri. Çfarë këshillë ke për të rinj që përdorin monopatinën? Po të kenë kujdes me gotë se u tmerruan njerëzit. Jemi me makina, jemi me njerëz nëpër makina, jemi asfiksuar na kjo. Ka ndodhur ndonjëherë që ke qenë përballë një aksidenti me monopatin? Mua nuk më ka ndodhur direkt, po kam një mikun tim taksist që erdhi monopatina e flaku atjetej dhe në gjendje kome një javë. Edhe ka dalë jashtë përdorimit njeriu. Kështu që është e tmerrshme. Është e tmerrshme, monopatinat janë në mënyrë urgjente.